Në Shqipëri kaloi një ditë që ai vetë e konsideronte të parushme. Tha dhe atë fjalën e parushme që Shqipëria nuk ka harmoni fetare, po ka vëllazëri fetare. Ishte një pap ndryshe nga të tjerët dhe besoj që kam mirë kuptimin tuaj, ta nderojmë me 1 minutë heshtje dhe ta mbyllim këtu takimin. U pret në paqe.